takojmë në episodin e dytë të Zenos. Pse Zeno më kanë pyetur të gjithë? Ç'është ky emër emisioni? Në fakt Zeno është një nga filozofët më skeptik të vjetër, i cili vinte në dyshim gjithçka që ndodh, dhe pikërisht në këtë hapësirë ne vëmë në dyshim gjithçka që ndodh. Jo me qëllim për t'i delegitimuar, por me qëllim për të zhvilluar sadopak mendimin kritik. Në këtë episod të dytë me mua është Marin Meksi, diplomat, por mason mbi të gjitha. Marin, mirë se më erdhe. Mirë se ju gjeta dhe është shumë e bukur ky prezantim mbi të gjitha, sepse në muzeumin e George Washington në Washington DC është e shkruar George Washington, mason, presidenti i parë i Bashkuarat Amerikës, babai i kombit amerikan, po në fillim mason, kështu që ishte në unisonitet, absolutisht, falenderoj. Unë të falenderoj shumë që erdhe. Unë me Marinin njihemi që shumë të vegjël. Që fëmijë, biles kur po flisnim që po linim takimin, Marini po më kujtonte dhe pediatrinë e lagjes. Që aty vegjël, e vërtet. Që aq të vegjël. Unë të mbaj mend ty si një djalë shumë të dedikuar me trupin, me sportin. Ndërsa takojmë mbas kaq vitesh që je i dedikuar në një lloj disipline tjetër, po besoj sportit ka ndihmuar, që të zbatosh këtë lloj disiplinash ku e futur sot. Sigurisht, dhe sikurse edhe unë të mbaj mend si fëmijë i mrekullueshëm, i cili që në hapat e parë ke qenë pjesë e medias kur nuk ekzistonin podcastet, nuk ekzistonin mediat e tjera, dhe bëje emisionet e fëmijëve, moderoje etj, kështu që komplimente dhe nuk ka ndryshuar asgjë në përkundrazi, elokuenca juaj është bërë apo jote se u bëm një që njihemi, është në nivelet më të larta dhe përgëzime për këtë emision që i mbledh me sa diskutuam sa ka ndjekur, domosdoshmë si dishepujt e Krishtit i mbledh gjithë personazhet. Më intereson që sadopak të mundemi të hapim sadopak ndonjë dritare frymëzimi, kjo është paktën qëllimi im. Sa doja dalim pastaj nuk e di nëpërmjet këtij emisioni, por duke biseduar me Marinin për ta marrë pikërisht në këtë hapësirë të Zenos, patjetër që mua më intrigon të di, para se të flasim për opinionin tënd, për analizën tënde si diplomat, për çfarë po ndodh në botë me politikën globale, me gjithë këtë spostim të boshtit politik, unë kam shumë kuriozitet ta pyes Marinin pak për masonerinë. Erdhën disa mason para ca kohësh në Shqipëri. Ti kishe lidhje me ata, si ndahen, pse më bëri përshtypje që thonin nuk lejohen gratë. Edhe aty unë kuptohet që kjo çan këta mason që si duan gratë. Në Shqipëri funksionojnë dhe operojnë disa lozha masonike. E them disa lozha masonike sepse është lozha e madhe e Shqipërisë e krijuar në 2011-ën. Kjo pjesë e lozhës, sigurisht unë jam pjesë dhe lozhave e lozhës së huaj, konkretisht lozhës simbolike të madhe të Hungarisë, duke qenë se atje pata i shkuar si them diplomat në Hungari dhe në Budapest, Hungarisë, atje patjetër vazhdova, ne siç shkojmë të dërguar nga shteti, ashtu dhe masoneria të çon në lozhën e vendit ku ti shkon. Interesante, po ti aty e zbulove. Unë e zbulova në Shqipëri. Domethënë, lidhja ime me masonerisë është një lidhje e kahershme në origjinë rreth viteve 1800, paraardhës të mi kanë qenë pjesë. Sepse duhet të kesh patjetër një faktor genetik. Jo, nuk është e thënë, është një gjë plus. Është një gjë plus, ti troket dhe kur ti prezantohesh ti ke një gjë plus, si të them. Patjetër të gjithë kalojnë në filtrat bëhet votimi në mënyrë që duhet votim unanim nga të gjithë vëllezërit që janë brenda në lozhë që të pranohesh, mbasi është bërë gjithë check-up, gjithë kontrolli i pastërtisë së figurës që është më e rëndësishme, dhe pastaj ti bëhesh pjesë e masonerisë nëse të gjithë votojnë. Duke qenë antar dhe i lozhës mëm, domethënë që është një privilegj i veçantë, sepse masoneria në parim ka besimin në Zot, që është kusht, atë dashuria, patriotizmi, pjesa kombëtare, zbatimi i ligjit, pra kushtetuta është ligji kryesor i masonerisë. Përtej po them ligjeve dhe rregullave të vet, po është kusht që asnjë rregull i masonerisë nuk bie ndesh me rregullat e një shteti. Në Shqipëri më pas, në 2018 u bë ndarja e lozhës së madhe, u krijuan, domethënë po them, brenda
lozhës një lozhë tjetër e madhe, kanë ardhur pastaj lozhë turke, kemi lozhë franceze, është lozhë rumune, në mos gaboj kjo lozhë që është krijuar, pra këto lozha që reja nuk kanë, si të them, janë lozha të ndryshme, quhen vëllezër të gjithë, pra për mua vëllezër janë të gjithë masonët kudo në botë, që është pavarësisht se janë qindra milion masonët gjithë botën. Kjo është pyetja që më lind, pse ka kaq shumë masonëri, se ne nga padia jemi mësuar që të besojmë që ekziston vetëm një dhe jeni shumë në rregull. Masoneria është një në gjithë botën, është masoneria universale. Ndërkohë ka fraksione brenda masonerisë, të cilët nuk është se kanë ndryshim në parime, në doktrinë, në gjithë dogmatikën e saj, por ndryshojnë ritualet, pra është riti i Yorkut, është riti skocez, pra që janë ndryshojnë. Kemi lozhat mikse, që janë lozha që ka dhe femra dhe meshkuj, dhe me pyetjen që bët, quhet masoneri e rregullt, masoneria që ka njohjen panbotërore dhe ka vetëm meshkuj për hir të një tradite të vjetër rreth viteve 1800, lozhat kishin dhe meshkuj dhe femra, kishin dhe meshkuj dhe femra dhe duke qenë se gjatë kohërave masoneria ka qenë armiku më i madh i pushteteve totalitare, i pushteteve gjakatare. Dhe ishte ai që, domethënë, kjo vllazëri që bëri të mundur kthimin dhe rrëzimin e gjithë pushtetet totalitare nëpërmjet revolucioneve, duke filluar nga revolucioni grek Filiti Elekteria, revolucioni hungarez me Imre Nagyin 56-ën, revolucioni francez etj. Dhe duke pasur që papatin të parin, papatin gjakatar të inkvizicionit dhe gjithë pushtetet totalitare, perandorit, monarkit, fashizmi, nazizmi, komunizmi, ishte detyruar që të bënte komplote, konspiracion për rrëzimin e këtyre pushteteve totalitare dhe për rrjedhoi femrat kur kapeshin, po them, nga pushtetet dhe torturoheshin, ishin më të brishta ndaj torturave, ndaj edhe për humanizëm dhe për mos dekonspirim, u përjashtuan për një farë kohe, po ajo kohë kaloi mbi 200 ca vjet. Sot kemi lozha mikse që ka dhe femra dhe meshkuj, dhe pse nuk janë lozha jo të rregullta për hir të këtij elementi, përsëri neve në masoneri e njohim konceptin sigurisht të femrës masone dhe prap dhe ato quhen motrat tona në masoneri. Shumë interesante. Tani që ta marrim pak nga pak, sepse unë nuk jam një njeri që kam një njohje të mirë për masonerinë. Kështu që kam nevojë të pyes nga perspektiva e njeriu që nuk di shumë. Pse ka një imazh të keq të përhapur për masonerinë? Çdo gjë që ndodh e poshtër e keqe, ata janë masonë. Është gjithmonë kjo fjali në konspiracion, të paktën. Sigurisht. Kjo ndodh konstant për vetë faktin se në 1000 ca vite njerëzim modern në drejtimin e shteteve dhe kombeve kanë qenë gjithmonë kryesisht pushtete totalitare. Pushtet përqendruar në dorën e një personi, individi apo i grupi shumë të vogël kundra humanizmit. Dhe armiku më i madh i këtyre pushteteve totalitare ka qenë masoneria e lirë. Dhe makina e propagandës ka qenë në duar të këtyre pushteteve, sigurisht. Dhe duke hedhur baltë mbi armikun e tyre më të madh, duke filluar që papati i cili i kishëroi masonët nxori ndalesa për masonët e të tjerë dhe gjithë pushtetet e tjera të cilët kanë goditur në mënyrë të drejtë për drejtë. Ndërkohë kemi dhe dy fet abrahamike, fet më të mëdha abrahamike, që është krishtërimi dhe islami. Tani kur gjithë pushtetet në 1000 ca vjet. Po pse është krishtërimi fe abrahamike? Është dy fet abrahamike, është krishtërimi dhe islami. Krishtërimi është si fe perandorake, perandorisë romake, më shumë se abrahamike. Mund ta bëjmë këtë debat. Ndërkohë, në këtë moment që ti ke gjithë pushtetet kundra në 1000 ca vjet që hedhin baltë mbi ty, patjetër që do të krijohet. Ti ndërkohë je okult, je diskret dhe nuk del, pra nuk ka një figurë për ty, nuk ka një pamje për ty. Nga krau tjetër të dy këto fe kanë divergjenca me masonerin për dy arsye. Feja islame, divergjenca e fesë islame me masonerin është se në fakt dietarët më të mëdhenj të fesë islame ishin mason. Po kur ata kërkuan të bënin modernizimin e fesë islame, aty filloi divergjenca.
e para. Dhe e dyta, me krishtërimin ka dy momente që është divergjenca. Divergjenca e parë është në kohën e papatit që ishte pushtet politik dhe pushtet gjakatar me inkuizicion në tjerë. Sikurse dhe në doktrin janë dy doktrina që kanë një lloj divergjencë. Dhe kush është divergjenca? Krishtërimi thotë që njeriu është shëmbëltyra e Perëndisë Krishtit. E thot edhe Bibla edhe Tora ato. Në fillim në Zanafil tek Tora, pra që është abrahamike, e pastër është i bëm ata sipas shëmbëltyrës tonë. Shëmbëltyrës së tij dhe njeriu është në perfeksion duke ndjekur rrugën e Krishtit. Ndërkohë masoneria këtu ndalet dhe ka një tjetër qasje dhe thotë që njeriu është i mirë thotë, por duhet bërë më i mirë duke punuar në drejtimin shkencor, historik, filozofik dhe ezoterik. Dhe këtu thot a good man to become better, njëri i mirë për të bërë më i mirë. Dhe këto dy divergjenca i kanë bërë në një lloj përplasje masonerin me këto dy fe. Nëse do të ishte religjon masoneria ose ajo nuk është religjon, është një vëllazëri, siç e shpjegon dhe ti. Po nëse do t'i ngjante një religioni, do t'i ngjante më shumë judaizmit, Abrahamit, Mojsiut, ligjeve që merr në mal Mojsiu dhe i zbret, ato Deuteronomit, për shembull, që është ligji i thënë nga fjala e Zotit me një sër rregulla strikte se si njeriu duhet të arrijë në vibrimin e Zotit. Masoneria, siç e thash, ka kushti kryesor për të bërë mason është të besosh në Zot. Si e provojnë masonët këtë, që besojnë në Zot? Po, dhe atë që ne i për t'i vënë një emër më generalist dhe për mos të krijuar, sepse brenda një lozhe janë dy gjëra që ndalohen të kenë divergjenca brenda vllazërisë. Divergjencat politike dhe divergjencat fetare. Dhe ju të cilit çdo kush i drejtohet në mënyrën e tij, sipas sepse thash këto janë dy fet më të mëdha, po kemi fe pafund, kemi besime pafund, kemi që nga po them animizmi, totemizmi, kultinës e tjerë që janë shumë para fes. Këto dy fe që përmendja fesh janë të parat monoteiste. Ndërkohë, ne e quajmë arkitekti i madh i universit. Arkitekt sepse masoneria, vetë fjala masoneri do të thotë muratori. Muratori, dhe kur flasim muratori, flasim ata që ndërtuan kryeveprat e arkitekturës botërore, katedralet, pallatet mbretërore e tjerë. Dhe për dhoj, masoneria i vesh atributin, i vesh figurën e arkitektit. Zotit. Dhe kur ne bëjmë inicimin brenda në lozhë, ne kemi të gjithë librat e shenjtë dhe çdo kush nga ne vendos dorën dhe betohet në librin, në kushtetutën e vendit, sepse thash patriotizmi dhe legitimiteti i kombëtar është gjëja më e rëndësishme mbas besimit në Zot, dhe vendosin dorën në librin e të besimit ton. Dhe ajo çka masoneria beson është ezoterizmi, që do të thotë është një ndërthurje e shkencores, e shpirtërores dhe e qenies hyjnore. Dhe në të treja këto, do me thënë, këtu futet ezoterizmi. Sigurisht, masoneria beson në pjesën që e shpirtit, pra trupi është i përkohshëm dhe vdekatar, shpirti është ai që endet në kohë dhe në hapësirë, pra ne jemi energji. Kjo është më shumë e ngjashme me krishtërimin. Se jo me Zotin e Mojsiu dhe Abrahamit. Ke krishtërimi pa dyshim, ke krishtërimi ka një element tjetër që bie ndesh, sepse krishtërimi nuk pranon rimishërimin, dhe rimishërimi është vetëm Krishti, dhe të gjithë premtohet që do ringjalleni si Krishti kur të vi dita. Dhe ndërsa çështja është që kur vendosim dhe ezoterizëm dhe teori, ka dhe teori, do me thënë që shpirti endet në kohë dhe në hapësirë dhe mund të rikthehet mbasi kalon në një trup tjetër për shembull, që është më ngjashme me budizmin. Dhe flitet domethënë për një proces 1500 vjeçar. 1500 vjet vjen shpirti bën në çfarë fazash kalon, pastaj këtë nuk e dim. Po 1500 vjet me kohën njerëzore. Me kohën njerëzore, sepse koha, në fakt, koha është një koncept i shpirtit krijuar nga vetë në njerëz, nuk ekziston në hapësirë. Kështu që me gjithë këto element pra kundra,
Padyshim që vjen ky konnotacion negativ për masonerinë. Dhe një nga arsyet sot që masoneria është e lirë dhe nuk ka më misione përmbysje regjimesh, por ka misione një akademie shkencash apo dhe për bërje bamirësie etj. Masoneria ka selit e saj, ka flamujt e saj, dalin në parada. Unë dal me zë dhe me figurë flas në vendin ton, pikërisht për të shpjeguar këtë problematik të kahershme të mbartur dhe them dal me zë dhe me figurë si një diplomat, si një pedagog, si një historian, si një sportist, si një qytetar, me gjithë atributet e mia dhe them që unë jam mason. Me zë dhe me figurë dhe shpjegoj në aspektin historik, shkencor dhe ezoterik se ç'është masoneria. Duke thënë që kanë qenë 15 presidentë Shtetet Bashkuara, kanë qenë mason deklaruar, kanë qenë Mozarti, Beethoveni, Rembrandti, Van Goghu, Picasso, gjithë mendjet më të ndritura të njerëzimit. Madje rreth viteve 1800 u bë dhe mod masoneria e lirë. Po tani duket sikur është bërë mod prap. Të gjithë të rinjt pyesin, të paktën me ata që kanë biseduar unë, se po them të gjithë mos përgjithsoj, që si të bëhem mason dhe pse të bëhem mason. Çfarë ndodh në jetën se më ngacmon kjo që sjell fakti që thua kanë qenë kaq president, për shembull ka qenë Mozarti, Beethoveni, pra gjithmonë njerëz që kanë arritur një sukses të talenteve të tyre. Pse duhet bërë një njeri të ndihmon masoneria në talent apo masoneria gjen talentin dhe e merr pranë vetes? Masoneria është vllazëria më e vjetër, më e madhe numerikisht, më e koordinuar, më e Je mbrojtur aty brenda? Sigurisht që je mbrojtur. Kjo mund të jetë një arsye kryesore për të afruar? Masoneria është personale, është shumë personale, por masoneria është një ndjenjë altruizmi që të çon në masoneri. Pra ti vdes si profan dhe ringjallesh si iluminuar, si mason. Kuptohet që duhet kesh një pastërti figure, kuptohet që duhet kesh një lloj dëshire për të nxënë dhe për të dhënë. Në masoneri nuk shkohet për të përfituar, por shkohet për të dhënë. Po mundohen të çmontoj të zbërthej. Duket sikur të gjithë duan të shkojnë për të përfituar një pushtet, një sukses, Pushteti i masonerisë është vetëm pushteti shpirtëror, ezoterik, emocional. Sigurisht po ta kalojmë nga metafizika, përmendem tash në fizike, sigurisht që masoneria ti ke qindra milion vëllezër në mbar botën. Sigurisht po ti njeh ata, i kontakton, ke marrëdhënie. Patjetër. Dhe ti në qoftë se sepse shko çka ka luajtur masoneria që është shumë interesante në pjesën e egocentrizmit, po them sepse njeriu është qenie, unë e kam thënë gjithmonë, është qenie egoiste, është qenie ambicioze, është qenie perverse, thuhet në shumë studime dhe në shumë, po them, qëndrime, dhe detyrimi deri kriminale, thuhet në filozofi të ndryshme. Tani çështja është që baballarët e kombeve kanë qenë po mason, ata që kanë ndërtuar skemën dhe strukturën e masonerisë kanë ndërtuar dhe strukturën e shtetit. Dhe masoneria funksionon si një shtet. Tani ti dashuri, ne quhemi gjithë vëllezër. Dhe e them gjithmonë që ti mund të kesh vllajin biologjik në shtëpi dhe s'do me pa me sy ke kaq vite që s'kletë ku diun ke konflikte gjëra. Ndërkohë si pretendoj, do thua Mari, si pretendon ti që ti do një vëlla që është mason në Afganistan. Ndërkohë unë realisht dua të vllajin që është në Afganistan dhe pa e njohur, sepse unë atje projektoj frikrat e mia, pasiguritë e mia tek siguria e këtij uniteti, sepse për çdo gjë që unë mund të më duhet në një vend tjetër, mua më vjen ekspertiza më e mirë nga... Po është pra një lloj egoizmi, ka një lloj egoja këtu. Me këtë është luajtur, pra dashuria, koncepti dashurisë është koncept iluzion, është thjesht iluzion. Në këtë mënyrë po, është e gjitha përfitim. Unë them dashuria vetë si koncept. Jo, kam koncept tjetër për dashurinë. Padyshim. E diskutojmë. Me kënaqësi. Po. Dhe dashuria nuk është iluzion, po unë ndaj nga pasioni, unë ndaj nga janë pra shumë elementë, po e diskutojmë nëse dëshiron. Dhe është luajtur me këtë lloj, domethënë që
çdo nevojë që kam unë në një vend, mua më japin ekspertizën më të mirë të nevojës që unë kam mason. Të cilët këtë gjë ata bëjnë vetëm gjën që kanë në profesionin e tyre, e bëjnë më së miri për mua, e japin në çdo orë për mua, pa më favorizuar mua, po flas në shkelje ligjja, nuk e di se çfarë. Dhe duke pasur unë kaq vëllezër për çdo hall që kam në mbar botën, në çdo orë, në çdo kohë, dhe ata e bëjnë këtë gjë jo për mua, si mua, shqiptarin. Por ata e bëjnë sepse nesër ata mund ta kenë këtë hall, ndoshta nuk i bie kur halli në Shqipëri, por i bie në Egjipt, po i bie në Francë, pra kjo është e gjitha, domethënë një lloj zinxhir vllazëri. Dhe kështu në fakt duhet funksiononte edhe shoqëria, sepse kështu është ndërtuar edhe shoqëria. Por çfarë ndodh? Një mjek korruptohet në një sistem, po them të brisht, korruptohet që të çojë fëmijën e tij në shkollë më të mirë, apo të korruptoj pedagogun për të marrë një notën. Pedagogu korruptohet për të marrë notën që kur të ketë hall për në spital larg që po them, të ketë mundësi të kompromentojë djegun që të marrë. Pra, këtu është hallka dhe masoneria funksionon kështu, si duhet funksiononte edhe njerëzimi, por ndryshimi është që masoneria është më e vogël numerikisht se njerëzimi padyshim, dhe njerëzit janë njerëz të përzgjedhur, të gatshëm, por dhe të trajtuar dhe të latuar siguri për të bërë më të mirë. Shqipëria ka pasur gjithmonë mason, po kanë qenë të fshehur, apo tani së fundmi po ringrihet ajo masoneri që thua ti që ka qenë që nga 1800-ta? Paraardhësit e mi që i referojnë për 1800 nuk kanë qenë mason në territorin shqiptar. Ndërkohë, në territorin shqiptar, masoneria ka pasur dritë në dy skaje, në Shkodër dhe në Korçë. Ka ardhur drita. Unë ka mamin nga Shkodra, babi nga Korçë. Ti pas e genetike. Do i gjej unë tash. Pena familjar. Dhe ne kemi një raport të njërit prej po them fetarëve të kohës, një kleriku, i cili po them në thonjza spionon një lëvizje të fshehtë dhe të çuditshme. Qa viti është? Kjo është fundi 1800-s tek legata italiane. Dhe thot që deputeti Ivanaj kanë marrë si them sinjale nga për të hapur dhe po bën lëvizje për të hapur një lozhë masonike. Dhe Justin Guetta, ministri francez i çështjeve sociale, i cili ishte një lobist i jashtëzakonshëm i pavarësisë së vendit tonë, ai nisi të bënte lëvizje prej Parisit për të hapur lozhë masonike. Ndërkohë kemi Ismail Qemalin, babain e pavarësisë mason i gradës 33. Kemi të tre vëllezërit Frashëri, mason, dhe kemi Rinde Radën, kemi pjesën më të madhe të, po them, patriotëve tan, ata që shkrijnë jetën e tyre, pasurinë e tyre për këtë vend, ishin mason. Ndërkohë kemi lozhën e Selanikut dhe lozhën Skënderbeu të Athinës, që përsëri ishin lozha masonike shqiptare që bën sollën lëvizjet në vendin ton. Komunizmi sigurisht i plakosi çdo gjë, padyshim, sepse komunizmi ishte armiku kryesor i masonerisë dhe anasjelltës. Dhe në 2011 erdhi drita për të parë. Më parë, ne krijuam një shoqat me të ndjeri Maksim Zotaj, i cili ishte një mason i lozhës Franklin Lodge të New Yorkut, dhe vetëm krijuam shoqatën miqtë masonëve. Në 2011 pastaj u krijua për herë të parë lozha masonike. Pra Shqipëria ka një traditë masonike, do me thënë dhe rilindasit tanë dhe vetë Ismail Qemali ishin mason. Pastaj vetë lëvizja masonike Gjon Turke solli Mustafa Kemal Atatürk, babain e Turqisë moderne në krye, dhe sot masoneria të paktën po merr një tjetër trajt dhe po kthen traditën që vendi ynë kishte masoneri. Dhe ky ka qenë thash i vetmi misioni im, sepse më fal që tashu ka dalë ndodhi një skandal i madh në Paris para 2 javësh, ku lozha, sepse ka 2 skandale të mëdha historia e masonerisë. Ka në Itali, ata krijuan propaganda due, P2 e famkeqe, e cila krijoi mafien e reformuar italiane, dhe sigurisht u izolua po nga masoneria, dhe përsëri në Francë, ku forcat armatosura bën grushteti, tentuan grushtën e shtetit dhe përsëri u izolua nga masoneria, pra ka 2 raste të njohura, pastaj ka dhe raste sporadike si lozha bullgare, e cila bashkëpunoi domethënë me krimin. Ndërkohë, 2 javë më parë ndodhi në Paris
që një mason i gradës 33, një mjeshtër i madh i gradës 33, rekrutonte individ, kryesisht nga forcat speciale dhe shërbimi inteligjente, të cilët kishin këtë perceptim që kanë shumë njerëz, dhe perceptimi i përgjithshëm i njerëzve, pak a shumë, është negativi, por është dhe ajo e përfitimit, por ka dhe të tjerë që kanë disa njohuri më shumë dhe mendojnë se masoneria është një, po them, vendosi i drejtësisë. Në këtë formë që do të sqaroj. Dhe i përdorte këta individ, duke i thënë që ju jeni mason, po bëheni mason, për të kryer ekzekutime vrasje njerëzish, madje një sportist të famshëm e tjerë, duke i thënë që filani janë armiq të Francës, janë të shërbimeve sekrete të një vendi armik, shkoni vrini, ata i vrisnin, ata mendonin se e bënin për Francën, kupton? Ndërkohë që ishte skandal shumë i madh, ai s'kishte lidhje me dhe masoneria sigurisht distancon këto, por dua të them që duke mos pasur një njohje reale të njerëzve, është e ngjashme me radikalizmin. Pikërisht, fix, ato do thoja dhe unë, çfarë ndodh kur ti nuk e di kush janë, çfarë janë, nga vinë, çfarë përvojash kanë në jetë, të jepet luksi për të dyshuar, se njeriu është skeptik, aq më tepër pastaj nga gjithë propaganda. Por, nëse do të bënim për të hyrë pak tek Zenoja, për të parë pak pikërisht këtë momentin ku ndodhet sot toka, planeti, njeriu, masoneria duke e marrë si një vëllazëri ose një lëvizje, po e quaj unë, për ta thjeshtësuar fjalorin, e cila gjithmonë, siç thon masonët, ka për qëllim iluminimin, ka për qëllim ndihmën, zhvillimin, çuarjen përpara të njeriut edhe të gjërave që njeriu do bëj në këtë planet. Deri sot duket që nuk ja ka dalë në kushtet ku jemi ne sot. Mbas kaq vitesh vijojmë me luftra, vijojmë me korrupsion, jo në Shqipëri, po korrupsion në shkallën më të lartë të mundshme të korruptuarit të shpirtit njerëzor, korrupsion të mendjes edhe të gjithçkaje. Ka shpresë masoneria që do mundi, jo në kuptimin e forcës, po do mundi ndonjëherë të vë drejtësinë, pikërisht atë që thotë që ka si qëllim, edhe ku po shkon bota sot, se po psojmë një shkarje si tërmet në raportet siç ishin politike. Sigurisht. Masoneria sot, në ditët e sotme, sigurisht masoneria në ditët më të errta të njerëzimit ka qenë faktori kryesor i zhvillimit dhe të kthyerit të pllakës në mënyrë të padukshme. Ndërkohë që sot, edhe pse është një paqe e brisht, një demokraci e brisht, pra do më nuk ka pushtet totalitare, flas në atë mas të gjerë dhe në doktrinë, gjithsesi sfida ka pafund. Ama të bësh gjëra në ditët e sotme me këtë sistem teknologjie, me këtë teknologji të avancuar dhe rrjete sociale, me shpërndarjen kaq shpejt të lajmit, ku ti nuk merr vesh kush është lajmi i saktë dhe kush nuk është i saktë, ku i jepet zë çdo kujt dhe në anonimat dhe çdo njeriu pa dije apo me shumë pak dije, ku e keqja është futur në agend, pra ne shikojmë shturja e familjes është futur në agend. Ti shikon në çdo film po them të platformave si Netflix, Disney, ti ke këto prishjen e sistemit familjes, domethënë ti ke aty promovohet homoseksualizmit e tjerë pa pasur asgjë kundra. Mubi për shembull që mbahet si një nga platformat filmat më të mirë të botës autor, tashmë e kam parë para pak kohësh, pjesa më e madhe e filmave në Mubi promovojnë pikërisht LGBT dhe agenda të tjera. Pa pasur kur farigje, sepse është jeta private e çdo kujt, është zgjedhja e çdo kujt dhe te kjo pjesë ne nuk ndërryjmë, ama promovimi në këtë mas, pjesa pasaj e falsitetit të rrjeteve sociale, të cilat promovojnë një jetë jo reale, e gjitha kjo prish komplet gjithë sistemin. E ka prishur sistemin. Po. Mos haro që gjithmonë është lufta midis të mirës dhe të keqes, dhe e keqja është ajo që e intrigon më shumë qenien njerëzore. Dhe është nis me mëkatin, me Evën dhe Adamin dhe gjithçka tjetër. Ndaj masoneria ka shumë të vështirë, dhe pse punon dhe lufton, dhe qëllimi i masonerisë është për tu vendosur këta njerëz në pozicionet më të mira të mundshme, jo për çështje influence. Por këta njerëz, unë besoj, duke qenë pjesë e kësaj, janë të pak komprometueshëm, vetë që janë njerëz që komprometueshëm. Jo, nuk korruptohet, pra nuk kompromentojnë në gjithësi, për një arsye të vetme, Kostana, sepse masoneria ndodhet kudo, masoneria e identifikon problematikën apo çedimin e një masoni në çdo moment,
edhe ty të humbasin të gjithë privilegjet që ke. Dhe për asnjë shifër në botë, një mason nuk do korruptoj, nuk do komprometoj, flas në teori, në të përgjithshme, edhe pse ka ndodhur, padyshim, për arsye se ti humbet gjithë privilegjet që ke dhe me asnjë shifër nuk të zëvendëson qindra milion vëllezër të cilët janë të përbetuar në armë, i themu në metafizike, por dhe në fizike, për të gjendur ty pranë. Ti ke çdo ndim që ti do 24/7 dhe përveç kësaj dhe pjesën emocionale, shpirtërore, psikologjike, sepse njeriu çdo gjë bën për sigurinë e tij. E bën për sigurinë e tij. Pra, ti dhe pse mund të kesh $1 milion, ti do vazhdosh ti bësh 100 milionë, 100 milionë do bësh 5 milion. Përveç sfidës, ti paran ti e do në koncept për sigurinë tënde. Ti ndoshta nuk shpenzon, ti mund të shpenzosh shumë pak, po ti kërkon shumë sepse është siguria jote. Dhe përjedhoj, qëllimi i masonerisë është për tu ndërtuar dhe për të vënë në zbatim platforma New World Order. Rendi i ri botëror. Sipas masonerisë, cili është rendi i ri botëror? Rendi i ri botëror është për këta profesionistë, këta njerëz të cilët kanë kaluar gjithë filtrat, të cilët kanë qenë njerëz të mirë dhe vendin e njerëzve të korruptuar. Të zënë vendin e njerëzve të korruptuar, të cilët e kanë kutin e komprometimit shumë herë më të vogël për mos të humbur gjithë këto privilegje. Duket shumë e bukur dhe do ishte mirë që të ishte kështu, po sa luftra do të duhen, është pyetja ime, sa jetë dhe sa gjak do të derdhet për të arritur këtë? Pafund mendoj, e them pafund sepse thash ne jemi në fazën tham koha në hapësirë nuk ekziston, por çështja është që ende si mund të funksionojmë ne kur ende njerëzit besojnë në atë që ne quajmë besimi fetar, dakor? Dhe pse kanë të paprekur dhe të paprovuar. Por dakor, i vendoset termi logjik absolute dhe nuk diskutohet. Dhe shumë mirë bëjnë. Është nevoja për të besuar dhe shumë mirë bëjnë. Ama besojnë çfarë do lloj gjëje për masonerinë, sikurse e thatë ju, por nuk besojnë atë çka është e vërtetë për masonerinë. Pra, unë dal nga mëngjesi deri në darkë, po marr një shembull, dhe pse shoqërisë sa më të vogla dhe sa më të prapambetur aq më i madh është konspiracioni, sepse lulëzon. Ndërkohë kjo gjë ndodhe në botë, mirë që më vjen me kosto nga të gjitha drejtimet, por njerëzit nuk besojnë asgjë që ti i tregon dhe ti i thua në kuptimin historik, shkencor, filozofik, ezoterik dhe nuk i fajsoj, sepse ka 1000 ca vite që është një ende kaq i madh, mi mbushllë kaq i madh, mund mbushllë dhe neve do të thënë kufizohemi pikërisht dhe kufizohemi shumë dhe shtrëngohemi shumë për këtë pjesë sepse kur unë nuk bëj dot për veten time, sepse më sulmon një institucion ligjzbatues, më vë pikë pyetje, mua njerëzit më shajnë, më mallkojnë nga mëngjesi deri në darkë, mua më mbyllen gjithë dyert kudo, flas në aspektin praktik. Do të thënë vetëm për të gjithë dhe se si mundet unë të precipitoj dhe përsëri tash duhet mbajtëm një të rol të fshehtësisë, do të thënë për të funksionuar. Tani nuk e mban më dot fshehtësinë, por atë tjerë që mundet të guxojnë të unë kam shumë kuriozitet. Ti ke mbi 20 vite që je diplomat karriere, ke me misione të ndryshme diplomatike, me grada patjetër në diplomaci, tashmë je vendosur për pak kohë. Je në Shqipëri, nuk e di do ikësh, por pavarësisht kësaj kontaktet e tua edhe profesioni jot është aq i mbushur dhe dinamik me informacion, sa që besoj ke një analizë për të bërë në lidhje me këtë moment historik ku ndodhemi. Unë po e quaj historik, patjetër ka dhe shumë tjerë që e quajnë moment historik, në lidhje me jo thjesht luftën, Iran, Izrael, SBA, pa e marrë personalisht pse si që është tek luftë e shenjtë apo luftë deti apo luftë uji apo nafte, nuk ka rëndësi kjo. Në këtë lloj dinamike, çfarë parashikon Marin? Shqipëria do të jetë sigurt një herë ti si diplomat. Mendon që miqtë e Shqipërisë e mbrojnë dot Shqipërinë në këto dinamika të reja dhe e para dhe e dyta lindja mesme, ku do të jetë? Europa, çfarë do të ndodh me Europën? Do t'i them ato që mendoj, thash, proncimi im dhe pse jam diplomat në profesion nuk është proncimi zyrtar, jo ti personal. Është një personal, madje më tepër ezoterik, masonik, historian. Po, patjetër, këtë kombinim dua dhe unë, këtë dua të më japësh. Realisht tham që njerëzimi modern ka 2000 vite që ekziston dhe për ta historizuar gjithmonë ka qenë pjesa e egoizmit, egocentrizmit, makutërisë dhe ligjit pamjaftueshmërisë. Kjo e gjitha
kur vjen në zbatueshmëri, padyshim futen dhe elemente të cilët të rrethojnë dhe element solidariteti, që është ngjashmëria. Është ngjashmëria etnike, është ngjashmëria fetare dhe çdo element tjetër përbërës të cilët domethënë njerëzit gjejnë njëri tjetrin, gjejnë koalicione. Është gati e ka hershme shekullore që në kohën koalicionet ishin që në kohën me që jemi dhe okulti. Ishte që vllazëria e dragonjve. Vllazëria e dragonjve kur Europën mesjetare e kishte pllakosur perandoria më e fuqishme kohës perandoria otomane, vendet e tjera të Europës, me që jemi atë prisit e Europës, që kishin po të njëjtin fat, që ishin me identitetin e krishterë dhe kishin përballë gjysmëhënën e cila kishte ardhur dhe i kishte pushtuar në trojet e tyre dhe prisit e këtyre vendeve që kishin po të njëjtën histori të marrë nga familja dhe të çuar në oborrin e sultanit, tashmë ishin rritur, ishin shkolluar në aspektin ushtarak, në ato mësimet e Aleksandrit të Madh që bëheshin, domethënë dhe sot në akademitë më të mira të West Point të ushtarakësh, po ajo teori strategji. Ata bën, pra themi Gjergj Kastrioti, Janosh Uniadi i Magjaristanit, Vlad Tepeshi, Konti Drakula i Rumelis, bëheshin bashkë në mënyrë okulte për t'ju përgjigjur ndihmës të barabartë në njëri tjetri. Kemi akoma më herët, kemi kryzatat, luftrat, kryzatat. E njëjta gjë është transmetuar dhe është transferuar dhe në pjesën, po them, të lindjes mesme. Në lindjen e mesme, ai konflikt që ne, domethënë, konflikti i Palestinës me Izraelin është një konflikt që unë mendoj është qitra vjeçar. Po jo, është mira vjeçar, mjafton të lexojmë Biblën. Po, është që aty nis konflikti për të marrë tokën e premtuar nga Zoti. Ndërkohë, nga krau tjetër, Irani me Izraelin në kohën e Iranit perandorak, do e quajmë në kohën e Shahut. Apo jo, po, jo, më rregull. Deri në 79-ën, kur u bë lëvizja, po them, revolucioni islamik, ishin në një marrëdhënie shumë miqësore. Por, më pas, në momentin kur ndroi regjimi dhe konflikti Izraelo-Liban, Irani pati një ndikim dhe një ndihmë shumë të madhe për Hezbollahun, në konfliktin izraelito-palestinez pati një ndikim shumë të madhe, një ndihmë shumë të madhe ndaj Hamasit. Ndërkohë, nga krau tjetër, Izraeli ndihmoi shumë pjesën e mujahedinëve, e revolucionarëve, opozitës Iranit, dhe pasaj çështja e pjesës së Sirisë dhe vim në ditët e sotme. Në ditët e sotme këtu hyn shumë forca të tjera. Tani, për të futur këtu dhe pak konspiracionin, sigurisht ne dim pozicionimin dhe influencën që ka Izraeli në të gjithë lindjen, por dhe në Shtetet e Bashkuara. Sigurisht lufta e madhe është pozicionimi gjeopolitik i fuqive të mëdha. Dhe shikojmë atë që thatë që në fillim që ka një rikonfirmim të pozicioneve, por disi të ndryshme, sepse fuqitë e mëdha që ne njihnim ishin Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara. Rusia u pa që sulmoi Ukrainën me një vetbesim të tepruar dhe neglizhencë me idenë e një superfuqie që do e hante brenda pak ditësh Ukrainën. Kështu deklarua dhe Putin e vet. Pikërisht, por u pa një Rusi e rënuar ushtarakisht. Dhe u harrua një element shumë i rëndësishëm që heronjt më të mëdhenj të Bashkimit Sovjetik, pushtimi i Ukrainës, apo zaptimi, apo mësimi i Ukrainës, ka qenë ëndra e ka hershme gjithë liderëve sovjetik. Dhe në këtë rast u harrua që heronjt e mëdhenj të kombit kanë qenë ukrainasit, heronjt e mëdhenj, ata që bën luftrat e gjithë fitoreve si sovjetike, si në kohën e carëve, si në kohën, kanë qenë ukrainas, dhe është një popull jashtëzakonshëm rezistent. Ndërkohë nga krau tjetër, ne kemi një SBA e cila dhe në hapi
gjithë problematikën tani SBA-ja nuk e ka më me Rusinë. Gjithë problematika është me Kinën, janë dy superfuqi. Patjetër, po. Kina është bërë një superfuqi e jashtëzakonshme, sidomos ekonomike, sepse në kapitalizëm flitet për superfuqi ekonomike. Përveç të tjerat nuk i ka pak më pak. Po. Ndërkohë, çështja është që Amerika me sulmin që bëri në Venezuelë, nuk ishte sulm sporadik. Nuk ishte problemi i lidhjes Maduros. Nuk ishte problemi i Maduro. Maduro ishte një marionet, do i quaj, sepse i vendosur nga CIA etj, siç janë të gjithë liderët e Amerikës së Jugut, Amerikës Latine etj. Prap nën kontroll. Pikërisht. Po ishte një show off, një spektakël për të treguar demonstrim. Dhe për hapje, demonstrim force dhe hapje e rrugëve të gazit natyror, të naftës dhe të gjithçka tjetër, me qëllim të kthimit në krahun tjetër për goditjen për kanalin e Hormuzit. Tani, në këtë kanal, gjithë kanalit Hormuzit ka qenë aty e shënuar. U hap Venezuela që pastaj ti hapi rrugë. Domthon ty të vim resurset këtej, ti blloko këtej që të bllokosh Kinën dhe shumë vende të tjera. Dhe sot e kësaj dite ne kemi një Iran që është i përgatitur prej 40 vit, që nga 1979, që me revolucionin pikërisht, që është i përgatitur për të luftë. Që është bërgat për lutë, është superfuqi. Dhe nuk po flasim për superfuqi bërthamore, sepse unë besoj që luftat kanë qenë, janë dhe do të jenë luftra konvencionale. Nuk do të ketë. Kjo ka qenë një nga merakjet më të mëdha dhe e them pa merak fare që para 3-4 vitesh diskutohej në rastin e Ukrainës, përdorimi i armëve bërthamore dhe një propagandë frike, një mbjellje frike e jashtëzakonshme. Unë atë kohë jepja lajme, drejtoja lajme, shkruaja lajme, merrja në intervistë njerëz që flisnin pikërisht për këtë çështje. Dhe u mboll, gjithsesi është mbjell me anë të propagandës, ideja e terrorit e frikës është mbjell në një pjesë të popullsisë. Ka nga ata që e dinë, kuptojnë që nuk do të ndodhi kurrë, po ka nga ata që tashmë frika ka zënë rrojnë dhe janë të tmerruar. Ti si mendon? Unë mendoj që jo, sepse nuk do ndodhi, sepse unë mendoj që në atë zonë tani jemi në prag të një konflikti, të një lufte konvencionale, të një konflikt armatosur. Vura re, do më flas më direkt, më drejt për drejt, ose është spondot. Vura re që doli një admiral francez dhe ishte kundra general admiral, ishte kundra vendimit të fundit të presidentit Trump për të hyrë në thellësi të territorit të Iranit, pra do me thënë disa kilometra pranë Islamabadit, pra akoma më në thellësi në zemër të Iranit, për të marrë ato, po them, aty kush identifikuar që janë armët bërthamore, kapsulet bërthamore, për tjerë. Ndërkohë që me goditjet e fundit, me bombardimet, ato janë zhytur nën tokë. Dhe është e pamundur që ata të heqish, kërkojnë makineri të rënda, kërkojnë njësën dhe e kupton që konflikti ndodh aty një herë, do me thëmë të jesh mund brenda, akoma jo në Islamabad, akoma më në qendër, më në thellësi të Iranit, do me thënë si do shkosh me çfarë ashtu, dhe ai thoshte që në Vietnam thoshte humbën jetën rreth 12.000 ushtar kur donin të bënin një mision të tillë. Ndërkohë në krahun tjetër, Kina ka tërhequr bizneset nga Irani dhe ka tërhequr dhe njerëzit e saj nga Irani. Çfarë do të thotë, si interpretohet kështu? Unë interpretoj që Irani ka dhe 3 deri në 6 muaj, po reziston shumë. 3 deri në 6 muaj kohë për të mbijetuar. Flas francez sepse ka marrë goditje të jashtëzakonshme. 3 deri në 6 muaj kohë për buk, kur i thon. Dhe pastaj në momentin që ai nuk ka shu, aty domethënë do godasim me të gjithë forcat, jo me armë bërthamore. Po çfarë forcash? Me të gjithë kapacitetin që ka dhe o do mbrohet, o nuk do arrihet, do tentoj të mos arrijë marrëveshje. Pato e ka bërë gjithë jetën. Gjithë jetën. Dhe pse është futur Arabia Saudite, dhe pse është futur Katari, dhe pse është futur kush nuk është futur, Pakistani, do me thënë është bërë dhe Europa është kundër. Europa ka një qëndrim shumë përkrahës për Iranin. Kjo Europë që është sot, pra, jo ajo Europa. Pse, Marin? Pse Europa është, jo Europa Merkelit, e dikur. E qartë. Është kjo Europa. Fushën tënde. Ka ekspertizë mirë. Tani, Europa ka... Qa shifti ka ndodhë në Europë? Europa ka një situatë të tillë. Pra, në pjesën e Ballkanit e dim gjithë situatën, do me thënë është Ballkani do të integrohet. Në BE,
Sigurisht ne kemi bërë ato hapa që dim, janë hapur kapitujt, presim deri 2027 të mbyllen dhe të bëhet procesi dhe inshallah bëhet. Ndërkohë kemi pjesën e Kosovës me Serbinë, domethënë një konflikti. Lepenic, domethënë pra këto dy ngjarje që ashu, pjesa e demarkacionit, domethënë pra këtu jemi në këtë pjesë. Konflikt, sigurisht që Serbia është kritikuar gjithmonë për pozicionimin e saj dhe me Kinën, pozicionimin e saj dhe me Moskën, domethënë sigurisht e di. Megjithatë dhe Europa ka qenë tolerante ndaj Serbisë në gjithë procesin e negociatave. Po është lobi francez, kanë lobingje gjatë. Sa vjet u bën tani me negociatat që dhe çështja tani qëndron që Bashkimi Evropian, Unioni, dhe unë e them gjithmonë që është gjynaf, që për ne është vërtet gjynaf, sepse ne kemi llogarit princi i kristianizmit ka qenë heroi jon kombëtar Gjergj Kastrioti. Pra pjesë e Evropës Bashkuar ne kemi qenë me kohë dhe duhet të ishim me kohë. Ndërkohë janë bërë ca paragjykim, pra për shembull Bullgaria, për këtë procesin e bëjmë sot, e ka bërë brenda Unionit, brenda Bashkimit Evropian. Unë hyke euroskeptikët. Hyke euroskeptikët dhe kjo është vënë re sepse ka një po them e drejta vetos. Është një pikë e dobët e Bashkimit Mos të jetë apo të jetë? Mos të jetë. Kjo është ajo që propozoi dhe Rama, tha na fusni s'do kemi veto. Pse jo? Sepse i bie që të gjithë po ka treguar sikur tani është domethënë sikur deri tani ka qenë e dobët. Dhe unë mbaj mend në 2015 në Kostana, unë kam qenë kur u bë dyndjet emigrantëve, unë kam qenë në Budapest, dhe Budapesti që i famshëm sepse ishte kufiri i jashtëm i Bashkimit Evropian dhe i vendosi atë fensin e famshëm, murin e famshëm. Dhe ishte nuk u financua, nuk ndaheshin fondet si duhej. Si bllokoi dhe Orban për kaq kohë. Patjetër, u zhdukën fondet, u bën fondet, pastaj u pa Europa dhe gjithë bota, apo sidomos Bashkimi Evropian u pllakos dhe nuk ishte i përgatitur për një situatë pandemie siç ndodhi e të tjerë të tjerë. Vim ke pjesa tjetër, Europa nuk i pëlqen zgjedhjet dhe vendimet e presidentit Trump. Absolutisht. Absolutisht. Presidenti Trump duket sikur nuk është një politikan par excellence, duket sikur nuk është një diplomat, po duket sikur është një business oriented edhe një, po them, cowboy, domethënë dhe quhen pikërisht në New Yorku, domethënë një playboy. Tani të gjitha këto mund të qëndrojnë, por ne do kemi parasysh që në Amerika janë trustet, janë lobingjet, janë interesa të mëdha dhe nuk mbeten në dorën e një personi kushdo qoftë ai presidenti i Shtetit Bashkuar. Padyshim. Sigurisht u tha dhe ajo teoria e famshme sikur, domethënë Epsteini, dhe madje ka shumë teori konspirative që Epsteini sigurisht është gjallë. Sigurisht Epsteini ishte pjesë e Mossadit, e shërbimeve inteligjente të Izraelit. Po citojmë ato teori që janë më të stërletzuara dhe nuk ka qenë. Teoria tjetër është që Trumpin e mbajnë aty, thonë që është bashortja, jo Trumpi. Bashortja ka qenë, domethënë, dhe me atë e mbajnë sigurisht ishin dhe interesat e tij. Aty është kërcënimi, pra. Aty është kërcënimi për tu përbash, sigurisht ishin dhe interesat të tjera, domethënë thash kundra Kinës për të izoluar, domethënë Kinën dhe për të dhënë goditje Kinës për kanalin e Rusit. Ndërkohë, çështja është kërcënimi i tij, jo kërcënimi i tij, ndoshta jo presim kërcënim, po për dalje nga NATO, më kupton? Europa foli që do bënte një ushtri të Europës së Bashkuar dhe nuk Macron e ka bashkë me von der Leyen kanë vite që kërkojnë të angazhojnë Europën, por djemtë europian nuk këta të sotmit nuk duken shumë premtues në kuptimin që dhe më mirë që janë ashtu, nuk duken sikur do të shkojnë në luftë. Absolutisht. Prandaj ndoshta nëse do jeshim në konspiracion, prandaj ndoshta Europa ja u hapi dyert emigrantëve, duke ditur që fëmijët e saj nuk do t'i çojnë në luftë dhe do shkojnë fëmijët e emigrantëve. Europa është kontinent i plak. Dhe vërtet mosha e popullsisë është shumë e plakur. Vërtet u kërkua gjakiri, por nga ana tjetër kishe një përplasje kulturale, një përplasje ideologjike, përplasje fetare. Europa është krishterë dhe dyndjet ishin islamike dhe ti nuk kontrolloi dot dhe kush të hynte. Dhe në atë murin, në atë fencë, në atë kontroll dhe në krijimin e hotspoteve jashtë Bashkimit Evropian përsëri ishte e pamundur kontrolli. Dhe do kemi parasysh edhe pjesën ksenofobe. Europa është ksenofobe. Europa është paragjykuese, Europa është dhe
mos t'i themi fashist. E moderuar. Ekstremi djathtë, partitë ekstremit të djathtë janë duke u rritur çdo ditë, po. Pavarësisht se Orbani, domethënë, ndenjë, domethënë 4 mandate. 16 vjet, po. Dhe një mandat tjetër përpara ndërprerjes, domethënë, u zhbën komplet deri 5 partitë e majta u bën dhe bashkë dhe përsëri, domethënë, Europa duket sikur do të shkojë dhe ajo është rruga e saj. Pikërisht ajo që the. Siç ka qenë historia gjithmonë në Europë që do të jetë drejt një radikalizimi të së djathtës. Por Shqipëria ka rrezik Shqipëria e vogël e shkretë se kështu të vjen të thuash, çfarë ndodh me këtë vendin ton, me kaq pak banor, me kaq pak kilometra katror, e kaq e pastabilizuar, se të duket qesharake Marin, se si mundet, është unë kam shumë të thjeshtë të rregulloj një shtëpi, një dhomë kuzhinë, po mund ta kem shumë të vështirë të bëj punët e një pallati 5 kaç. Ne jemi shtëpia një dhomë kuzhinë. E vërtet. Si ka mundësi me gjithë këto vende kaq të fuqishme rreth e rrotullt, çfarë ndodh me këtë vend? Unë mendoj që është fat që jemi larg zonës konfliktit, flas nga ana, po them e distancës gjeografike. E dyta, sigurisht që politikisht ne jemi pro Amerikës, jemi dhe pro BE-s, po jemi jemi me të gjithë të mirët. Ne jemi pjesë e NATO-s dhe hapësira jonë ajrore dhe vendi yt sigurisht mbrojtë sepse është çfarë do të ndodhë nëse brenda këtyre 5 viteve të ardhshme NATO do të psoj thyerja e themeleve saj për Shqipërinë. Çfarë ndodh me Shqipërinë? Del zbuluar? Kam përshtypjen se madje edhe me këtë projektin Kajo, do me thënë që përgëzoj ministrin dhe ministrin e mbrojtjes për armët, për prodhimin e armëve, sepse është shumë e rëndësishme që për tej pjesë, sigurisht ne jemi vendi NATO-s edhe ne mbrohemi nga NATO. Se kjo është shumë europiane si politik, prodhimi i armëve, është thirrja e von der Leyen dhe Macronit. Patjetër. Dhe kjo është përsëri në vazhdin e asaj që Europa duhet të fuqizohet vetë. Dhe unë besoj që me këtë reformim të ushtrisë që po bëhet dhe me këto prodhimin e këtyre armëve dhe duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e NATO-s dhe shumë shpejt besoj dhe jemi të mbrojtur. Tani nuk besoj në luftën. Nuk mendoj që NATO do të ndikohet, do të zhduket, Jo, nuk e besoj që të paktën për një 10-15 vjeçar nuk besoj se do të jetë një njëjti NATO. Patjetër do jetë një njëjti NATO sepse NATO është krijuar thash edhe ishte ideja e Schumanit, krijimi i Bashkimit Evropian. Ishte ide, edhe pse unë them që është ide e kahershme. Lufta e dytë botërore, e cila e pllakosi Europën dhe të gjithë e panë që duhet të jenë të bashkuar për mos u përsëritur historia, dhe kështu u krijua dhe në 49-ën dhe krijimi i aleancës ishte pikërisht mbrojtja nga Rusia, mbrojtja nga, po them, Kina apo rreziqe të tjera dhe është përgatitur për këtë gjë, pavarësisht që NATO, mund të themi që NATO është Amerika, më kupton, po përsëri nuk është më pak e fortë Turqia. Dhe mos haro pozicionimi i Turqisë, po them edhe në pjesën e, domethënë është pro Palestinës, është kritike ndaj Izraelit, është gjithmonë, po them, është ka pretendimet e saj andej nga Siria, pjesa e si te Siria janë të gjithë faktorë. Po është strategjikisht pozicioni i saj aty. Një nga qytetrimet më të lashta të botës, që sot ka përfunduar rënoja. Komplet Sumer, Babilon, të gjitha. Tani dhe aty është dhe Irani, aty është dhe Siria, dhe Turqia, dhe Irani, dhe Arabia Saudite, domethënë të gjithë Egjipti, kështu që unë besoj që jemi të mbrojtur. Pastaj ka teori, domethënë që këtu janë dhe mujahidinët, domethënë them por prapë nuk e shikoj, domethënë, nuk e shikoj si. Më duhet gjithmonë ta kem edhe një sy optimist patjetër. Unë jam optimist kryesisht, ose dua të jem. Duhet të jesh patjetër ndonjëherë. Megjithatë në këtë hapësirë, në Zeno, ne do diskutojmë konspiracione, po kjo që po diskutojmë ne është konspiracion për konspiracionistët. Pikërisht. Kështu që herën tjetër do të kemi konspiracion. Marin, falenderoj shumë që ishe me mua. Faleminderit që more kohën edhe erdhe. Uroj më të mirat e botës. Faleminderit, sukses edhe. Këtu kemi ardhur në fund të rubrikës të Zenos. Mos të harroj, përpara se të largohem, duhet të them faleminderit të gjitha produkteve të Lajthizës, faleminderit të Vajt Musaj dhe të gjithë sponsorave tonë, se pa ta do të ishte
e vështirë që të kishim këtë hapësirë. Faleminderit Okultit, faleminderit Fiorit që qëndron pas kamerave në regji. Mirupafshim.